Në ndeshjen e parë të javës së 24 të sezonit pranveror dje në kompleksin stërvitor të FFM-s, Vardari dhe Shkëndija luajtën me barazim 1-1 duke i ndarë pikët. Në bazë të lojës dhe rasteve të të dyja skuadrave, barazimi mund të thuhet se ishte i realt, edhe pse kuqezinjt tetovar dominuan lojën. E para në epërsi kaloi Shkëndija me një super gol të Reshat Ramadanit në minutën e 21, ndërsa barazoi Edis Spahiu në minutën e 25. Me pikën nga ndeshja me Vardarin, tani Shkëndija numëron 50 pikë, ndërsa Vardari 22 pikë. Pas ndeshjes, trajneri Jeton Beqiri tha se kur nuk shfrytëzohen rastet, patjetër të pranojmë rezultatet. Barazimi asnjëherë nuk është i pranueshëm për Shkëndijën, por kështu si janë si rrjedhën ngjarjet me mënyrën se si pranojmë golin, mënyrën se si janë kushtet për të luajtur këtu, domethënë jo të barabarta definitivisht, edhe mënyra se si nuk shfrytëzojmë momentet në pjesën e ditë, e kemi patjetër të pranojmë rezultatin për shkak se rezultati është në suazet lojës. Pas kësaj ndeshje pason pauza 2 javore shkaku i obligimeve të reprezentacionit, ndërsa ekipi duhet të punojë në eliminimin e gabimeve dhe të mbetet i përgatitur për sfidat e tjera. Patjetër, ishte një ndeshje derbi ku tani në pranverë kundër Vardarit asnjë skuadër nuk ka fituar, do të thonë bisedohet për një skuadër totalisht e riorganizuar në pranverë dhe normalisht neve do mundohemi të shfrytëzojmë në maksimum diavorshin e pauzës që gjithë futbollistët i kemi të gatshëm për sprintin final. Pas kësaj ndeshje pason pauza në kampionat shkaku i ndeshjeve të përfaqësueses së Maqedonisë në kualifikimet për botrorin 2026. Ndeshja e radhës e Shkëndijës është më 30 mars kundër ekipit AP Brera në stadiumin e qytetit në Tetov.